Duket se ka dalë më në fund, Andon, kontrata... 8 muajsh, pas 8 muajsh kanë dalë... Kontrata e pagesës Partisë Demokratike ndaj Krisë Laçivitës. Po, kanë dalë pagesat. Në fakt, çuditërisht kanë ardhur të dyja raportet financiare të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në të njëjtën kohë, pas një bllokimi të çuditshëm në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. E kanë këto, intuitën që merren vesh në distancë, e kanë sistem elektronik. Megjithatë, rezulton se Partia Demokratike ka paguar në total 1.4 milion euro për shërbimet e Krisë Laçivita, ish fushatuesit të Donald Trump. 1.4. Për fushatën e zgjedhjeve të 11 majit, janë kryer 4 pagesa. E para është kryer një ditë pasi ka ardhur Krisë Laçivita në Shqipëri, pra një ditë pas prezantimit në Tiranë. 2 të tjerat janë paguar brenda një jave në mars, pra para ardhjes së dytë të Krisë Laçivita në Shqipëri, dhe e fundit është paguar pas zgjedhjeve, në datën 26 maj. Nga 1.4 milion euro, Partisë Demokratike fushata në total i ka kushtuar 2.2 milion euro, rezulton është fushata me shtrenjtë. 3 touchdown që ka bërë Krisë Laçivita në Tiranë kanë kushtuar 1.4 milion. Ndërkohë, vetëm 800.000 tjera janë shpenzuar për pjesën tjetër të për mitingjet dhe për fushatën në përgjithësi.